Sot do t'ju flas për një temë që me të cilën jam marrë në shumë gjatë viteve, dhe pikërisht si lindin format gramatikore, si krijohen format gramatikore në gjuhë. Edhe për këtë qëllim, Shqipen do të shikojmë sot si një gjuhë ballkanike, jo kaq si një gjuhë e veçantë në familjen gjuhësore indo-evropiane, por një gjuhë që është pjesë e lidhjes gjuhësore ballkanike ose dhe më tepër kjo që na intereson është lidhja gjuhësore ballkanike. Studiosit e parë që kanë vënë re se gjuhët ballkanike kanë tipare të përbashkëta, tipare me të cilët i ngjajnë njëra tjetrës, ishin Jernej Kopitër në publikimin e tij në vitin 1929 dhe Franz Miklušić me një publikim të vitit 1861.